Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Pse të moshuarit zgjohen orën 3 ose 4 të mëngjesit dhe çfarë paralajmëron kjo për shëndetin? Nëse zgjoheni rregullisht në orën 3 ose 4 të mëngjesit, nuk jeni të vetmit. Kjo është një dukuri e raportuar në rreth 1 në 3 njerëz dhe ndoshta më shumë që nga fillimi i problemeve të kohës. Sipas ekspertëve të gjumit, kjo lidhet me stresin dhe pse jo drejt për së drejti. Të qenit i stresuar nuk na bën të zgjohemi më shumë gjatë natës, por na bën më të vetëdijshëm se do të ndodhë diçka e tillë, citon Greg Murray, drejtori i Qendrës për Shëndetin Mendor në Universitetin e Teknologjisë në Australi. Në fakt, ne zgjohemi shumë herë çdo natë dhe gjumi i lehtë është më i zakonshëm në gjysmën e dytë të natës. Kur gjumi na shkon mirë, ne thjesht nuk jemi të vetëdijshëm për këto zgjime, por nëse jemi pak të stresuar, atëherë ka shumë gjasa që zgjimi natën të bëhet një gjendje plot e vetëdijshme, citoi ai. Dhe stresi nuk është faktori vetëm që mund të na zgjojë nga gjumi në orën 3 të mëngjesit. Oraret e çrregullta të fjetjes, qëndrimi deri në orët e vona para celularit dhe mungesa e ajrit të pastër mund të trazojë higjienën tonë të gjumit me një masë të tillë sa të na zgjojë gjatë natës. Zgjohuni në të njëjtën kohë çdo ditë dhe mos u shtrini në shtrat derisa të nisni të ndjeheni të përgjumur, këshillon Stefani Romzecki, ekspert e gjumit dhe drejtoreshe e klinikës Sleephead në Britaninë e Madhe. Ju do të vini re se, nëse zgjoheni në të njëjtën orë çdo ditë, kjo do të nisë të bëhet koha juaj e rregullt e zgjimit. Përpiquni të ushtroheni fizikisht dhe të ekspozoheni ndaj dritës së fortë në mëngjes, po ashtu sigurohuni që të keni një jetë sociale optimale, citoi ajo. Pra, ne i dimë disa arsye pse zgjoheni natën, por pse duket sikur ju ndodh pikërisht në orën 3 ose 4 të mëngjesit? E po merrni parasysh faktin se shumica nga ne shkojnë zakonisht të flenë midis orës 10 dhe 23 të mesnatës dhe zgjohen midis orës 7 dhe 8 të mëngjesit. Gjatë gjithë natës, gjumi ynë ndahet midis gjumit me lëvizje të shpejta të syve REM dhe gjumit jo REM. Çdo fazë e gjumit ka një prag të ndryshëm, se sa e lehtë është zgjimi, shprehet Anes Das, ndihmës drejtoreshe e programit të mjekësisë së gjumit në qendrën mjekësore të Ohio SBA. Një shpjegim i mundshëm për zgjimin në të njëjtën orë çdo natë është se ju shtriheni të flini në të njëjtën kohë dhe më pas në të njëjtën kohë çdo natë arrini një fazë të gjumit të lehtësimit dhe zgjimit, citoi ajo. Ju mund të mendoni se ciklet e gjumit në trupin tuaj janë thjesht një model i përsëritur, por në fakt, ne kalojmë kohë të ndryshme në çdo fazë. Më e rëndësishmja, ndërsa mëngjesi afrohet gjithmonë më shumë, sasia e kohës që kalojmë në gjumë REM rritet. Dhe kjo do të thotë se po kalojmë gjithmonë më shumë kohë në një gjumë relativisht të lehtë dhe plot me ëndra. Ndoshta ka të ngjarë që një pjesë e arsyes për këtë zgjim në orët e hershme të reflektojë zgjimin nga ëndrat e ankthit, tha për Newsweek Michael Shulin, profesor i asociuar i psikologjisë dhe neuroshkencës në Universitetin Baylor në Texas. Ekspertët rekomandojnë mbajtjen e një bloku shënimesh pranë shtratit dhe shkrimin e gjithçkaje në listën tuaj të detyrave, si dhe të çdo shqetësimi tjetër që qarkullon në mendjen tuaj. Kur njerëzit zgjohen gjatë natës, gjëja e parë që u vjen në mendje dhe që mund t'i shqetësojë është zakonisht shumë i parashikueshëm, pra diçka që ka ndodhur një ditë më parë ose diçka që do të ndodhë të nesmen. Praktika e përpilimit të një liste të detyrave mund të ndihmojë trurin t'i përpunojë gjërat edhe pas zgjuar edhe shqetësimet e gjumit gjatë natës, citon Colin Espy, ekspert i gjumit në Departamentin e Neuroshkencës Klinike në Universitetin e Oxfordit. Nëse nuk funksionon kjo metodë, mund të jetë koha për të vizituar te një specialist, sidomos të ato që keni probleme më së shumti për të paktën 3 muajsh. Zgjimi i përsëritur gjatë natës, veçanërisht në oraret 2 ose 4 të mëngjesit, është një përvojë e zakonshme të shumë njerëz, e cila duhet të mbahet nën kontroll edhe nga një ekspert. Sipas ekspertëve, kjo mund të ndodhë si rezultat i cikleve natyrale të gjumit, por ndikohet fuqishëm edhe një dietë dhe zakone të mbrëmjes. Pas 4 deri në 5 orë gjumi, trupi kalon në një fazë më të lehtë të gjumit, duke bërë më të lehtë ndërprerjen e tij nga faktorët e jashtëm ose të brendshëm. Njerëzit që flenë herët në mbrëmje janë më të prirur të zgjohen në këto orare të natës.
Sipas mjekës Dr. Merin Malik, mungesa e magnezit në organizëm mund të ndikojë negativisht në cilësinë e gjumit. Magnezi luaj një rol kyç në relaksimin e muskujve dhe në rregullimin e neurotransmetorëve. Kjo paralajmëron gjithashtu që konsumi i kafeinës, ushqimeve të rënda dhe alkoolit dhe sheqeri para gjumit mund të jenë ndikues. Dieta e pasur me sheqer dhe karbohidrate të rafinuara mund të shkaktojë luhatje të sheqerit në gjak, që shpesh çon në zgjidhje gjatë natës, të cilat shkaktojnë edhe pagjumësi, citon Dr. Malik për Daily Express. Ekspertja e gjumit Lisa Arias nga organizata The Sleep Charity pajtohet me këtë qëndrim dhe rekomandon ushqime të pasur me protein dhe magnez vaktin e fundit të ditës, si gjiza, vezët, farat e kungullit ose mishi i xhelit. Ajo thekson se ulja e niveleve të sheqerit në gjak gjatë natës mund të mos shkaktojë uri, por mund të nxjisë gjumin. Përveç ushqimit, një rutinë e shëndetshme para gjumit është po aq e rëndësishme. Dr. Malik sugjeron edhe shmangjen e ekraneve elektronike, të cilat lëshojnë në dritën blu që ndikojnë negativisht në prodhimin e melatoninës, hormonit që rregullon gjumin. Angazhohuni në aktivitete qetësuese si leximi, muzika relaksuese, meditimi ose frymëmarrja e thellë para gjumit, ndërsa sugjerohen edhe të mbahen larg pajisjet në dhomën e gjumit, të tilla ato të cilët lëshojnë në dritën blu dhe shmangja e tyre është e mundur edhe për një gjumë më cilësor. Nëse zgjoheni në mes të natës dhe kjo është të bërë normë, është e këshillueshme që të mos e injoroni, pasi mund të shkaktojë telashe në trup dhe në mendjen tuaj. Ora organike kineze e organit e zhvilluar nga mjekësia tradicionale kineze TCM thotë se çi lëviz nëpër trupin tonë në periudha të ndryshme të ditës dhe nëse ekziston një bllokim i caktuar në ndonjë organ, kjo mund t'ju detyrojë të zgjoheni. Duke ditur arsyet pse zgjoheni në mes të natës, atëherë mund të gjeni zgjidhje për gjumin më të mirë, të cilat mund të variojnë nga relaksimi i mendjes, marrja e dur dhe ushqimet e mira që lëshojnë edhe shëndetin tuaj. Dëgjoni me vëmendje arsyet pse mund të zgjoheni në kohë të caktuara të natës. Probleme me gjumin midis orës 11 të mbrëmjes dhe 1 të mëngjesit mund të kenë të bëjnë me çështjen e vetvlerësimit. Nëse dikush ka një problem me gjumin midis kësaj kohe, kjo mund të nënkuptojë që po gjykoni shumë veten ose të tjerët. Sipas bllokut të trupit të mjekësisë kineze, të zgjohesh nga një i dashur gjithmonë mund të shkojë në këtë fazë të zgjimit, duke u bërë të paaftë për të fjetur gjatë kësaj kohe. Të qeni të ndërgjegjshëm ndonjëherë edhe të mos ndjeni paragjykuar mund të ndihmojë në situatën tuaj. Madje edhe leximi i librave ndihmon gjithashtu në nivelin tuaj të besimit. Fizikisht, në të kesh probleme me gjumin gjatë kësaj kohe mund të nënkuptojë që fshikza e tëmthit po përpiqet të tregojë të hani ushqime me pak yndyrë, të pini më pak duhan dhe të zvogëloni kafeinën. Nëse bëni këto gjëra, atëherë fshikza e tëmthit tuaj do të punojë në nivele optimale. Zgjimi midis orës 1 të mëngjesit dhe 3 të mëngjesit, fajtor mund të jetë edhe tërbimi. Sipas orës së organit kinez të organit, faji i tërbimit shërbehet në këtë kohë. Zemërimi që mbetet nga argumenti ndezur që keni pasur kohët e fundit me partnerin ose në punë mund t'ju zgjojë. Lëshimi i zemërimeve dhe ndryshimeve të perspektiveve tuaja për këtë kërkuar qetësi mund të ishte zgjidhja. Të zgjoheni midis orës 1 dhe 3 të mëngjesit do të thotë se mëlçia juaj po lufton. Duke ditur se sa e rëndësishme është mëlçia jon, probleme me zgjimin gjatë kësaj kohe duhet të adresohen sa më shpejt jetë e mundur. Kjo mund të nënkuptojë që mëlçia juaj po lufton me toksinat që ndodhen në trupin tonë dhe zgjidhja e vetme është një dietë e përshtatshme me ushqime të shëndetshme, me ujin e konsumit dhe gjithashtu me uljen e alkoolit. Zgjimi midis orës 3 të mëngjesit dhe 5 të mëngjesit mund të jetë shkak hidhërimi dhe trishtimi. Hidhërimi dhe trishtimi lidhen me këto kohë. Zgjimi gjatë kësaj kohe është sugjeruar për gjëra negative që kanë ndodhur në jetën tuaj, siç është humbja e jetës së një të dashurit ose ndarja prej tij. Biseda me anëtarët e familjes ose besimi në miq të afërt mund të bëjë shumë më mirë në mirëqenien tuaj emocionale dhe megjithatë mund të jetë vështirë. Gjetja e mënyrave për të vazhduar më tej është e rëndësishme. Fizikisht, kjo është kur mushkërit tona mbledhin më shumë oksigjen për të transferuar atë në pjesë të tjera të trupit, për të përgatitur atë për një ditë të re. Ndodh gjithashtu edhe largimi i toksinave.
Nëse e gjeni veten duke u kollitur, duke u zgjuar në këtë kohë, zgjidhja mund të jetë konsumi i ushqimeve të shëndetshme dhe të merrni frymë në ajër të pastër. Zgjimi midis orës 5 të mëngjesit dhe 7 të mëngjesit. Ndjeni të mbërthyer në jetë. Ndjenja e mbërthyer nga mungesa e rritjes në jetën e një personi është gjithashtu një problem emocional kritik nëse zgjoheni gjatë kësaj kohe. Një mënyrë e mirë për të zgjidhur këtë është të keni një ritual në mëngjes që ju bën më të lumtur duke nxitur, cili është planifikimi i ditës në vijim, dëgjimi i muzikës motivuese ose meditimi thjesht për të pastruar mendjen për ditën e ardhshme. Mund të keni gjithashtu probleme edhe me zorën tuaj të trash nëse zgjoheni gjatë kësaj kohe. Të kesh lëvizje të zorëve gjatë kësaj kohe është normale për të ndihmuar me procesin. Gjithashtu është e rëndësishme të pini ujë gjatë ditës për të evituar kështu edhe problemet që lidhen me shëndetin tuaj. Nëse zgjoheni gjatë natës për të shkuar në tualet, kjo mund të jetë një parë e cila mund t'ju kushtojë shtrenjtë. Këto simptoma janë një shqetësim sidomos për të rriturit duke shkuar edhe në mungesë të gjumit gjatë natës. Sipas National Sleep Foundation, 3 në 5 të rritur vuajnë nga mungesa e gjumit. Kjo për shkak të zgjimit nga nevoja për të përdorur tualetin më shumë se 2 herë në natë. Normalisht trupi është i dizenjuar për të mbajtur fshikëzën në kontroll edhe pasi të arrijë që të mos humbas kontrollin e saj. Kjo shkakton një rënje të hormoneve antidiuretike që janë përgjegjëse për funksionet të traktit urinar. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.